është një biologji e dhënë nga Zoti dhe në çdo shtatzani gruaja lulson. Shtatzania është saksia ku zhvillohet trëndafili, lulja. Dhe çdo shtatzani e regjeneron, e rinon, e zhvillon dhe e bën gruan me energji, me një ripërtritje hormonale të jashtëzakonshme. Sepse vetë shtatzania është një zhvillim hormonal i hormoneve të ciklit menstrual që e përgatisin gruan për shtatzani dhe çdo cikël ka një qëllim. Cikli është një dhuratë e madhe, se ditën e 14 krijohet shtatzania. Dhe ditën e 14 gruaja bëhet më karine, bëhet më do seksin. Dhe mua më vjen keq që gratë në Shqipëri dhe vajzat janë në periudhën e riprodhimit nuk din ku kanë ovulacionin. Ovulacioni është aftësia